Meliza Haradinaj ka thënë se ka një sinkronizim mes vetëvendosjes dhe PSD-s në sulmet ndaj ish presidentes Vjosa Osmani, gjë të cilën ajo e ka cilësuar si kalkulim politik. Haradinaj ka thënë edhe se këto dy parti, vetëvendosje e PSD, përveç se nga e kaluara lidhen edhe nga botkuptimi i njëjtë që e vendos. Siç ka thënë ajo, pushtetin mbi shtetin dhe ideologjin mbi interesin kombëtar. Afrimi strategjik i Vjosës me Trumpin dhe kodifikimi i garancive amerikane në ligj për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës u prit me rezistencë nga kryeministri Kurti e jo me unitet. Pse? Sepse kjo aleancë është vendos qendrën e gravitetit nga ideologjia në siguri reale shtetërore dhe kjo i prish llogaritë atyre që ushqehen politikisht me konflikt të brendshëm dhe tension të jashtëm, ka shkruar ajo mes të tjerash. Në vim, postimi i saj plot. Çka fshihet pas aleancës vetëvendosje PSD kundër Vjosës? Sinkronizimi i lëvizjes vetëvendosje dhe PSD-s në sulmet ndaj presidentes Osmani është kalkulim politik. Dy subjekte me të njëjtën ADN ideologjike godasin të njëjtin target. Vetëvendosje dhe PSD-ja nuk lidhen vetëm nga e kaluara e përbashkët politike, por edhe nga një botkuptim që e vendos pushtetin mbi shtetin dhe ideologjin mbi interesin kombëtar. Afrimi strategjik i Vjosës me Trumpin dhe kodifikimi i garancive amerikane në ligj për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës u prit me rezistencë nga kryeministri Kurti e jo me unitet. Pse? Sepse kjo aleancë është vendos qendrën e gravitetit nga ideologjia në siguri reale shtetërore dhe kjo i prish llogaritë atyre që ushqejnë politikisht me konflikte të brendshme dhe tension të jashtëm. Kur kësaj shtohet fakti që partia si motor PSD ka përkrahur hapur idenë e shkëmbimit të territoreve, ndërsa vetëvendosje sulmon pikërisht figurën që mishëron mbrojtjen e integritetit territorial, pasqyra bëhet e qartë, njëra plotson tjetrën me qëllimin e njëjtë, është ndarje rolesh. Pjesëmarrja e kryeministrit Kurti në koalicionin anti-Trump në Barcelonë, në një shtet mosnjohës, ishte sinjal i rrezikshëm politik, rreshtimi ideologjik në vend të konsolidimit shtetëror. Nuk ishte diplomaci. Në këtë logjik, sulmi ndaj Osmanit nuk është për personin, por për orientimin që ajo përfaqëson. Pra pyetja nuk është nëse ka koordinim Kurti Molliçaj, pyetja është deri ku shkon ky koordinim, sepse kur dy parti që relativizojnë rreziqet si shkëmbim territorial bashkohen në goditje ndaj figurës që e mbron vijën e kuqe të shtetit, atëherë kemi të bëjmë kryekput me një skemë të rrezikshme politike. Dhe projekti është i qartë, elimino politikisht figurën që ankoron Kosovën në aleanca strategjike dhe në integritet territorial për të hapur rrugë për narrativa që i shërbejnë pushtetit e jo shtetit. Ky është thelbi, të tjerat janë zhurmë.